So it's actually very good that the survey looked at experience-based data and perception-based data from three key groups. On the one hand, from citizens and businesses who are users of justice services. Then on the other hand, data from judges, prosecutors, court staff, notaries and bailiffs, who are the service providers. And then thirdly, the lawyers who work in between, who are intermediaries between them. And we are very carefully analyzing the insights from this survey, because it speaks about levels of satisfaction regarding efficiency, equality, accessibility and independence of the judiciary. And it helps us understand better how the justice system operates in practice. It has an important comparative value. Jane spoke about the regional comparative value, indeed, to see where Kosovo stands in the context of the whole region. And the other comparative value, very important for us, as we've been engaged here as European Union since 1999, is to compare with the 2020 data surveys and see how things have evolved and improved. And of course, this survey is there as well to feed our further engagement. The European Union the European Commission uses these inputs to measure reform progress and then to inform our further engagement. And we are not only using this survey, we are as well having several other such instruments, for instance, case-based peer review missions. One of those was just recently completed in Kosovo. We are as well receiving trial monitoring reports, which we are supporting, and that is trial monitoring reports on high-level corruption and on organized crime cases. These are regularly conducted by ULEX, by the OSCE, and as well by civil society organizations. And we as well have the annual dashboard Western Balkans report, which Council of Europe produces, which evaluates judicial reforms results across the region. So this really gives us a good picture, which then every year, and many of you know this, flows into the annual country report of the European Commission on all the accession countries, including Kosovo. And in particular forms, on the one hand, assessments, and on the other hand, the recommendations for our advocacy and recommendations for reforms needed by the different stakeholders in the rule of law system. Because for Kosovo's intermediate goal now to start accession negotiations, the very fundamentals in those accession negotiations, as put forward by the European Commission methodology, are precisely is the cluster 1, which are the fundamentals, and that covers chapters 23 and 24, and that's precisely the justice, freedom, security, and the rule of law. So thanks as well to this survey, we will be engaging our Kosovo interlocutors. Many of them we can engage immediately because the councils are there, and we are very appreciative of that. The institutions are not there yet, or not anymore, so we will be looking forward to smooth formation of the political institutions after the 7th of June elections, hoping that this process can be guided by the spirit of compromise, so that very, very soon Kosovo has again institutions which can advance on the necessary reforms in the context of the EU integration process. So let me just express my gratitude to all those who participated in the survey, and as well those who contributed to the discussion on the preliminary findings. So I want to especially thank the Ministry of Justice, the Judicial Council, the Prosecutorial Council, the judges, prosecutors, court staff, the Bar Association, lawyers and civil society organizations. And I wish everyone here a productive discussion. Thank you so much. Kjo anketë është e rëndësishme për vendin tonë, sepse pasionon gjendjen e sektorit të drejtësisë dhe perceptimin e qytetarëve, bizneseve, profesionistëve të drejtësisë dhe institucioneve të tjera bazuar në evidencë. Për ne si Ministria e Drejtësisë, ky raport natyrisht ka rëndësi të veçantë sepse na ndihmon jo vetëm të identifikojmë progresin e arritur, por edhe sfidat që kërkojnë veprime tjera tutje në kuptim të përmirësimit dhe avancimit në fushën e sundimit të ligjit.
Gjetjet e kësaj ankete tregojnë se nga viti 2020 deri në vitin 2025 ka pasur zhvillime pozitive në disa dimensione kyçe të sistemit të drejtësisë në Kosovë, e cila do të thotë është mjaft inkurajuese. Është e rëndësishme të shohim perceptimin e qytetarëve për efikasitetin e drejtësisë, veçanërisht qytetarët që kanë pasur përvojën, domethënë drejt për drejt me institucionet gjyqësore. Është kënaqësi për mua që sot jam pjesë e kësaj konference për lancimin e anketës për drejtësinë 2025 për Kosovën, një raport shumë i rëndësishëm që na ofron një pasqyrë të qartë mbi perceptimin, përvojat dhe pritjet ndaj sistemit të drejtësisë në vendin tonë. Fillimisht dua të falenderoj Bankën Botërore, Zyrën e BE-s dhe ekipin realizues për këtë punë serioze dhe kaq shumë profesionale. Raportet të tilla janë të vlefshme sepse na ndihmojnë të shohim jo vetëm progresin që është bërë, por edhe sfidat që ende mbeten para nesh. Një falënderim i veçantë dua të shpreh edhe për prokurorët tanë, të cilët pa hezitim janë angazhuar dhe kanë kontribuar në këtë proces, duke marrë pjesë në anketim dhe duke dhënë opinionet e tyre profesionale. Ne si institucion kemi inkurajuar pjesëmarrjen e tyre, sepse besojmë që vetëm përmes transparencës dhe matjes së vazhdueshme të performancës mund të ndërtojmë institucione më të forta dhe më të besueshme. Të nderuar të pranishëm, raporti sjell disa gjetje inkurajuese, është pozitive të shihet se vetë prokurorët, qytetarët dhe profesionistët të tjerë të drejtësisë vazhdojnë të kenë besim se reformat në drejtësi po ecin në drejtimin e duhur dhe se ndikimi i reformave gjatë viteve të fundit perceptohet krejtësisht pozitiv. Gjithashtu, perceptimi për disa fenomene negative, përfshirë korrupsionin dhe ndërhyrjet, sipas shumë profesionistëve të drejtësisë, ka shënuar përmirësim krahasuar me vitet e paraprake. Një prej mesazheve më të rëndësishme të këtij raporti është se perceptimi për eficiencën e sistemit të drejtësisë ka shënuar përmirësim në disa aspekte kyçe krahasuar me vitin 2020. Veçanërisht te qytetarët vërehet rritje e perceptimit pozitiv për eficiencën e gjykatave dhe prokurisë, sidomos tek ata që kanë pasur përvojë konkrete me institucionet e drejtësisë gjatë këtyre viteve të fundit. Kjo është e rëndësishme sepse tregon se kontaktet reale me sistemin po prodhojnë perceptime më pozitive se sa në të kaluarën. Në praktikë, kjo nënkupton se qytetarët po shohin më shumë përkushtim institucional, procedura më funksionale dhe rezultate më konkrete në trajtimin e rasteve. Po ashtu është e rëndësishme që raporti tregon se besimi në sistemin gjyqësor është përmirësuar, gjë që tregon se qytetarët gradualisht po njohin më shumë punën dhe rezultatet e institucioneve të drejtësisë. Megjithatë, jemi të vetëdijshëm se raporti sjell edhe mesazhe që duhet i marrim seriozisht. Një nga çështjet kryesore mbetet ngarkesa e lartë të prokurorëve me lëndë. Vetë prokurorët në intervistat e tyre kanë theksuar se numri i lëndëve vazhdon të jetë mbi nivelin optimal dhe se nevojitet rritje e numrit të prokurorëve dhe hetuesve për të garantuar trajtim më efikas të rasteve. Kjo është një çështje reale dhe e përditshme për sistemin prokurorial që paraqet një sfidë strukturore që ndërlidhet me buxhetin dhe ndikon drejt për së drejti në efikasitetin e sistemit prokurorial. Kohët e fundit, siç e dini, siç e kam theksuar në disa prononcime të mia, është rritur numri i gjyqtarëve, ndërsa numri i prokurorëve nuk ka ndjekur të njëjtin ritëm, duke krijuar një disproporcion të dukshëm ndërmjet këtyre dy komponenteve kyç të sistemit të drejtësisë. Ky mosbalancim po reflekton në praktikë përmes shtimit të numrit të rasteve dhe dështimit të seancave gjyqësore, pikërisht për shkak të pamundësisë së përfaqësimit nga ana e prokurorëve, gjë që ndikon negativisht edhe në efikasitetin e procedurave dhe besimin e publikut në sistemin e drejtësisë. Në shumë raste, kjo situatë po rezulton po ashtu edhe në ngarkesë të tepërt të prokurorëve me përfaqësim në numër shumë të madh të seancave për të evituar dështimin e tyre, gjë që po ndikon rrjedhimisht në zvoglimin e kohës së prokurorëve për t'i dedikuar pra hetimeve cilësore. Nuk mund të presim rezultate më të shpejta, hetime më komplekse dhe luftë më efektive kundër kriminalitetit pa investime konkrete në kapacitetet njerëzore dhe profesionale. Raporti gjithashtu tregon se perceptimet e qytetarëve dhe bizneseve për pavarësinë dhe eficiencën e sistemit mbeten të ndara dhe në disa raste skeptike. Kjo duhet të na motivojë që të komunikojmë më shumë me publikun, të jemi më transparent dhe më të hapur dhe më llogaridhënës. Ne duhet ta kuptojmë se drejtësia nuk matet vetëm me statistika apo numra të akuzash,
drejtësia matet me besimin e qytetarëve në institucione që pra të veprojnë pa dallim, pa ndikim dhe në interes të ligjit. Po ashtu raporti evidenton se zgjatja e lëndeve dhe perceptimet për procedura selektive vazhdojnë të jenë ndër shqetësimet kryesore të publikut dhe profesionistëve, edhe pse me përmirësime të dukshme në krahasim me vitin 2020, pra ka progres. Këto janë sfida që kërkojnë jo vetëm reforma ligjore, por edhe koordinim më të madh institucional dhe modernizim të proceseve të punës. Fillimisht më jeni t'ju përshëndes në emër të Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe ndaj kënaqësinë që së bashku me ju të diskutojmë sot të gjitha këto të gjetura të kësaj ankete. Njashtu falenderoj Bankën Botërore dhe Zyrën e BE-s për realizimin e kësaj ankete, nga se në bazë të këtyre anketave të tilla, ne si gjyqësor, konkretisht edhe si Këshilli Gjyqësor i Kosovës, vihemi në pa, respektivisht i identifikojmë të metat tona dhe realisht të marrim masa që çdo ditë më tepër ato të metat të përmirësojmë dhe që të jemi më efikas, më transparent dhe më të pavarur. Thënë të drejtën, nga analizimi i anketës kam vërejtur qartë që për dallim nga anketa e vitit 2020, kjo e vitit 2025, qartë tregon që sistemi gjyqësor ka përmirësime të dukshme dhe mjaft pozitive. Si në aspektin e qasjes së qytetarëve dhe të bizneseve në sistemin gjyqësor, konkretisht në gjykata, po ashtu në rritjen e pavarësisë së sistemit gjyqësor që është shumë e rëndësishme për ta theksuar, në rritjen e profesionalizmit dhe të efikasitetit. Po ashtu duhet sekur që në bazë të anketës kemi vërejtur si sistem gjyqësor që qytetarët, bizneset dhe gjithë aktorët tjerë, duke i përfshirë avokatët, prokurorët dhe të tjerët që marrin pjesë çdo ditë më tepër në seanca gjyqësore, kanë përshtypje shumë më të mirë për sistemin gjyqësor, respektivisht për punën e gjykatave, duke përfshirë punën profesionale të gjyqtarëve e po ashtu edhe atë administrative në për gjykatat tona. Po ashtu, Këshilli Gjyqësor i Kosovës e dini që çdo ditë më tepër merr masa që të jetë sa më efikas, duke hartuar strategji të ndryshme. Një ndër strategjitë që duhet theksuar është fakti që duke pas parasysh numrin e madh të lëndëve, e që këtu duhet sekur që pa fajin e gjyqësorit, përmes kontratave kolektive të lidhura nga organet tjera shtetërore, e duke mos i kryer fare obligimet e tyre siç përcaktohet me ligj ato organe, neve na mbetet bara për të gjykuar konkretisht në kuptohet që qytetari ka derën e fundit për ta realizuar të drejtën e tij në gjykatë. Dhe duke pas parasysh që numri i lëndëve është rritur, Këshilli Gjyqësor i Kosovës merr masa dhe ka miratuar strategjinë për zvogëlimin e lëndëve të grumbulluara, ashtu që ka vënë një kufizim kohor që përveç lëndëve të vjetra, edhe ato të rejat përmes kontratave kolektive të kryen në mënyrë sa më efikase. Çka ka ndërmarrë Këshilli Gjyqësor në këtë aspekt? Ka përcaktuar një strategji që një lëndë e vjetër, që disa vite në sistemin gjyqësor, duhet të kryhet brenda 2 viteve nga miratimi i strategjisë. Dhe nëse një lëndë e tillë i kalon 2 vite dhe gjyqtari konkretisht ndërmer masa, atëherë Këshilli Gjyqësor ka autorizimin dhe kompetencën që të merr masa ndaj gjyqtarëve që i neglizhojnë lëndët e vjetra. Between the 2025 and the 2020 results, you see the negatives, of course. And as I explained, I think it's just because the baseline stood out as really positive. There is a lot more to be said about efficiency. These results that I'm presenting here just show general trends. On your seat, you should have found a USB key. This USB key has, among other things, the technical report, more than 200 pages, with a detailed presentation of the entire range of survey results. You can dig into any detail needed there. Let's look at quality. Not surprisingly, the results here are almost like a mirror of the results that we just saw on efficiency. So there is no significant difference at this high level of results
between what you see on efficiency and quality of the works of courts and the prosecution service. The developments are pretty much the same. It's also true for the absolute numbers at the bottom of the slide and the change compared to the baseline survey results in 2020 on the upper side of the slide, both for businesses and for citizens. I'm going to go a bit more into detail here. The survey, among many other things, covered aspects related to quality that we commonly find to be a problem. So we had questions about the selective enforcement of laws, the non-enforcement of laws, and I have two more on the next slide. What we see here is several things. We first look at the difference between the 2020 and the 2020. I'm going to go a bit more into detail here. The survey, among many other things, covered aspects related to quality that we commonly find to be a problem. So we had questions about the selective enforcement of laws, the non-enforcement of laws, and I have two more on the next slide. What we see here is several things. We first look at the difference between the 2020 and the 2025 results. We see that the trend is very positive. Very positive. So among lawyers, judges, and especially prosecutors, the feedback is much more positive than last time around on whether selective enforcement of laws or non-enforcement of laws is an issue. What is also interesting is that the lawyers, of course, tend to be more critical as people that are between the system and the users than the people who provide the services in the institutions. So judges, prosecutors tend to be more positive overall than the lawyers or the citizens. When it comes to the inconsistent interpretation of laws and the selective execution of court decisions, we find a similar pattern, although here the judges voice more skepticism and they see these still as issues and more so than their colleagues, the prosecutors. So efficiency, quality, what about accessibility? At first sight, we see a lot of green on the slide, right? So both when it comes to financial access, physical accessibility, and access to information, it's not that the situation is perfect, but both the 2020 baseline results as well as the 2025 results are overall very positive. En ndërkohë është kriju gjykata 7 zakonshme pas. Faleminderit.
shkak se për pyetjen e dytë dhe tretën konsideroj se është më kompetent.